Edhe pse ligjet e Kosovës garantojnë të drejta të barabarta për burrat dhe gratë në trashëgiminë e pronës familjare, ndikimi i kulturës, traditës, kushtet ekonomike dhe niveli i arsimit kanë ndikuar kundër arritjes së barazisë së paraparë me ligj. Në gjykatën themelore të Ferizajt, që nga viti 2012 deri më tani, është inicuar vetëm një lëndë ku femra kosovare ka kërkuar të drejtën e trashëgimisë. Gjykatësi Faton Ajvazi thotë se për trashëgiminë në këtë gjykatë, më së shumti ka lënë të inicuara nga femrat e përkatësisë serbe. Sa i përket përkatësisë së shqiptarëve, e kemi deri tash vetëm një rast që ka kërku hise ose të drejtën e trashëgimisë së saj femra në pasurinë e bashortit ose të babës ose të nanës saj. Raste tjera nuk kemi. Mirë po sa i përket përkatësisë serbe etnike, ka raste më shumë, ku kërkojnë në mënyrë të barabartë motra dhe vllau, ose nana bashkë me djemt ose po edhe vajzat e veta. Mirë po të përkatësisë shqiptare, që është shumicë, nuk kemi pasur përveç një rasti siç që ceka më lart. Disa nga qytetarët e anketuara nga televizioni Tema kërkimin e trashëgimisë e shohin në rrezik për dobësimin apo shkputjen totale të marrëdhënieve me familjet e tyre. Pse nuk ndahet pasuria, mendoj se ato janë më të ndjeshme, janë më prekse në shpirt edhe gjithmonë bëjnë përpjekje maksimale dhe janë sakrifice të tjerëve. Jo. Kam pasur një bëll, faleminderit, ama nuk do. Nuk e kërku? Ja, fëmijëve të mia kom da. A ke do edhe vajza? Edhe vajzave edhe djemve ja kena da, me vllazni s'kam punë. Nana, shka të dëndet banë. A mendoj që pra do të mu do të pesunia bashkë? Pa i mira me pas, ku ta kishi kanë, ama të s'kanë për vete, për shka me bë. Njëna tona e din që motra tona që kanë të drejtën e tyre, se ato lindin me të drejtat e tyre se edhe burrat, mirë po ato e falin, e japin me një kanon që është duke u zhduk. Pikërisht është tradita, kulturat që kemi marrë prej kanonit që e ka diskriminu femrën. Në Kosovë, vetëm 4% e grave trashëgojnë pronë.